Institucionet publike duket se janë orientuar të mbështesin në çdo mënyrë ndërtimin e marinës së Durrësit, një projekt qeveritar që synon transformimin e zonës së portit në një kompleks rezidencial dhe turistik me pallate, hotele dhe ambiente shërbimi në bashkëpunim me një investitor nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Pas disa nismave të mëparshme si mbushja e Bregdetit me rër apo ideja për një ishull artificial, së fundmi është përfshirë edhe ujësiellës kanalizime Durrës, i cili ka hapur një tender për furizimin me ujë të pishëm të kësaj marine. Megjithse një investim i tillë nuk është problematik në vetvete, fakti që UKD parashikon të ndërtojë të gjithë rrjetin e ujësiellësit dhe kanalizimeve për projektin me fonde publike ngre pikpyetje. Tenderi, me vlerë rreth 28.8 milion lek pa të vësh dhe me afat realizimi 3 muaj, përfshin ndërtimin e sistemeve të ujit të pishëm dhe të ujrave të zeza nga kufiri i pronës deri në lidhjen me rrjetin ekzistues të qytetit. Projekti i marinës parashikon një zhvillim të madh urban, me 10 tramira banor në faza të ndryshme dhe kërkon infrastrukturë të re inxhinierike. Ndërkohë, shqetësimi kryesor lidhet me prioritetet. Shumë zona të Durrësit vazhdojnë të përbalen me mungesë uji të pishëm dhe probleme serioze me kanalizimet, madje edhe përmbytje. Në këtë kontekst, angazhimi i burimeve shtetërore për një projekt privat shihet si i diskutueshëm, sidomos kur nevojat bazë të qytetarëve nuk janë përmbushur ende.